Grindja mes Amerikës dhe Rusisë po bëhet bërthamore. Për herë të parë pas 30 vitesh, udhëheqësit ushtarak të Shteteve të Bashkuara do të rifillojnë testimin e armëve nukleare në mënyrë që të mbajnë ritmin me vende të tjera si Rusia dhe Kina. Për shkak të programeve të testimit nga vendet e tjera, unë i kam udhëzuar Departamentit të Luftës që të fillojë testimin e armëve tona bërthamore në baza të barabarta, shkroi presidenti Donald Trump në mediat sociale pak para takimit me liderin e Kinës. SBA kanë më shumë armë bërthamore se çdo vend tjetër, sa Trump, me Rusinë në vendin e dytë dhe Kinën shumë larg pas tyre. Washingtoni nuk ka kryer testime të armëve bërthamore që nga viti 1992. Kjo vjen vetëm disa ditë pasi Trump dënoi ashpër Rusinë për testimin e një rakete me energji bërthamore, e cila thuhet se ka një rrezë të pakufizuar veprimi. Trump pranon fuqinë e jashtëzakonshme shkatruese të armëve nukleare, por shton se ai nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të përditësonte dhe rinovonte arsenalin amerikan gjatë mandatit të tij të parë në detyrë. Ai tha gjithashtu se programi bërthamor i Kinës do të përfundojë brenda 5 vjetësh. Trump nuk sqaroi me detaje se si do të zhvilloheshin testet, por njoftoi se procesi do të fillojë menjëherë. Kjo shënon një përmbysje të dukshme të një politike të kahershme amerikane. Testi i fundit i armëve bërthamore të SBA-s ishte në vitin 92, përpara se ish presidenti republikan George Bush të lëshonte një moratorium me përfundimin e luftës së ftohtë.